në emër të popullit merr këtë taktgjykim. Ndaj të akuzuarit Dushko Arsiç dhe të njëjtin e shpallë fajtor, në tërësi është vërtetuar se i akuzuri Dushko Arsiç ka qenë pjesëmarrës me forcat policore ushtarake serbe sot me datën 23/02/2026 në emër të popullit merr këtë taktgjykim. Ndaj të akuzuarit Dushko Arsiç dhe të njëjtin e shpallë fajtor për kryerjen e veprës penale krimi lufte kundër popullsisë civile e gjykon me dënim burgu në kohë zgjate prej 13 viteve. Janë dëgjuar shumë dëshmitar të propozuar si nga ana e prokurorisë, gjithashtu edhe nga ana e palës mbrojtëse. Janë administruar prova materiale dhe ato personale nga dëshmitë e dëshmitarëve, të cilit i kemi dëgjuar gjatë shërtimeve gjyqësore, por edhe nga dëshmitë e tyre të dhëna në faza tjera të procedurës. Në tërësi është vërtetuar se i akuzuri Dushko Arsiç ka qenë pjesëmarrës me forcat policore ushtarake serbe që kanë kryer keqtrajtime dhe vrasje në fshatin Butovc, komuna e Prishtinës, që këtë e kanë vërtetuar dëshmitarit, kanë identifikuar të akuzorin Dushko Arsiç se ka qenë pjesëmarrës me forca tjera policore dhe paramilitare serbe. Gjithashtu gjatë gjithë këtij procesi gjyqësor nuk u vërtetua në rastin konkret që pa ndonjë provë direkte apo indirekte që të akuzurin Dushko Arsiç e shfaqson nga kjo vepër penale për të cilën akuzohet. Në fund, gjykata, mbi bazën e administrimit të gjitha provave, një nga një dhe në lidhshmëri njëra me tjetrën, nuk arriti ta vërtetoj se i akuzuri Dushko Arsiç të ketë marrë pjesë në dëbimin, shpërnguljen, plaçkitjen me dhunë të qytetarëve të Prishtinës me rrethinë. Sikurse nuk arriti të vërtetoj se i njëjti ka marrë pjesë në plaçkitjen e shtëpive dhe djegjen e tyre të popullsisë civile shqiptare.